Dashi. Venusi do krijojë mundësinë që ju të kaloni një ditë fantastike pranë atij që dashuroni. Emocionet do jenë të papërshkrueshme. Beqaret do ndihen shumë mirë me lirinë që kanë, por kur një person interesant t'i joshe, nuk do mund ta përballojnë dot. Financat do i menaxhoni me më shumë maturi dhe kujdes, prandaj edhe gjendja nuk do jetë e keqe. Demi. Do jeni me shprehjet dhe me pasionante sot në jetën tuaj në çift dhe gjithçka do shkojë me së miri mes jush dhe partnerit. Do i harroni të gjitha problemet që keni pasur në të shkuarën dhe do mendoni vetëm për të ardhmen. Beqaret do kenë një ditë romaneske dhe plot surpriza. Ne planin financiar duhet pasur shumë kujdes. Yjet në fakt do ju nxitin të shpenzoni pa mase. Binjakët. Saturni do luajë një rol shumë të rëndësishëm sot në jetën në çift. Ky planet do e thellojë edhe me shumë lidhjen që keni krijuar. Do e keni me të lehtë të shpreheni dhe të dashuroheni si e ndjeni. Beqaret nuk do e gjejnë as sot personin ideal, por nuk duhet të mërziten sepse kjo do ndodhe më shpejt se sa mendojnë. Financat do jenë shumë të mira. Gaforja. Do jeni me të drejtë për drejtë sot ndaj atij që keni në krah dhe në këtë mënyrë do mund të sqaroni disa mosmarrëveshje të së kaluarës. Nga ana tjetër duhet të largoni rutinën dhe të provoni eksperienca të reja. Beqaret do marrin shumë propozime, por duhet të mendohen mirë para se të pranojnë ndonjë. Me financat tregohuni gjithkohës vigjilente. Luani. Kjo do jetë një ditë e veçantë për çiftet sepse pikërisht sot do merren vendime të rëndësishme të cilat mund të ndryshojnë edhe të ardhmen. Beqaret do fillojnë ta pëlqejnë jashtë mase një mik i cili i ka kuptuar në momentet me të vështira. Ne planin financiar do jeni me fat dhe do arrini ta stabilizoni shumë shpejt situatën. Do mund të hiqni edhe disa para mënjan. Virgjëresha. Do ju jepen mundësi pa fund për aventura kalimtare sot, por nëse nuk doni ta humbni përgjithmonë partnerin, as që duhet t'ju shkojë nëpër mend t'i provoni ato. Beqaret nga ana tjetër duhet të përfitojnë sa më shumë dhe duhet të hidhen në sulm. Me financat duhet të vazhdoni ende të tregoheni vigjilente që të mos keni vështirësi. Peshorja. Ditë shumë e paqëndrueshme pritet të jetë kjo e sotmja për ta që janë në një lidhje. Nuk do kuptoheni as pak me personin që keni në krah dhe kjo do sjellë debate të njëpasnjëshme. Edhe beqaret do jenë të paqartë për atë që duan të bëjnë prandaj nuk do përfitojnë sa duhet nga ftesat që do ju bëhen. Ne planin financiar do keni goxha përmirësime nëse nuk kryeni shpenzime ekstravagante. Akrepi. Të dashuruarit do kenë një ditë normale, pa debate, por edhe pa pasion të zjarrte. Merrini gjërat si t'ju vinë pa u shqetësuar as pak për të nesërmen. Do joshni cilindo që do shihni sot ju beqare dhe mundësit për të filluar një lidhje të qëndrueshme do jene me të mëdha. Gjendja financiare do jetë e mire. Mundohuni të hiqni disa para mënjan për rastet e papritura. Shigjetari. Pas një periudhe të mbushur me zënka, me ne fund do pajtoheni e mate që keni në krah. Do i kuptoni gabimet që keni bërë dhe të dy do dini të kërkoni falje. Beqaret do fillojnë aventura kalimtare, por që do i bëjnë të ndihen mire për disa kohë. Financat nuk do jenë shumë të mira, megjithatë falen ndihmës së disa miqve nuk do keni probleme serioze. Britsjapi. Nëse jeni në një lidhje duhet të bëni kujdes me debatet dhe mosmarrëveshjet që do keni. Partneri do jenë në humor shumë të keq dhe po u kalua caku do marrë masa ekstreme. Beqaret duhet të tregohen sa më të hapur dhe të përitonen nga ftesat që do ju bëhen. Ne planin financiar duhet të tregoheni largpamës dhe të mendoni edhe për të nesërmen. Ujori. Ju dhe partneri do krijoni një lidhje të qëndrueshme dhe mjaft të fortë gjatë kësaj dite. Gjërat do ecin edhe më mirë se sa mendonin.
Beqaret do fillojnë të njihen seriozisht me dike të cilin kanë pak kohë që e kanë njohur. Financat nuk do jenë të këqija, por dhe jo aq të mira sa për të kryer shpenzime kuturi. Pak maturi do ju ndihmonte të ruani qëndrueshmërinë. Peshqit. Të gjithë planetët do bëhen bashkë sot dhe do ua bëjnë jetën tuaj në çift sa më të bukur. Do e zgjedhoni në shumë kohë foljet dashuroj. Beqaret do kenë flirtime pafund, por ende nuk pritet të ndodhin lidhje të qëndrueshme. Me financat do merreni më shumë se kurdoher tjetër. Gjendja do vije duke u përmirësuar, prandaj mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.